Përshëndetje të gjithëve, ky është një tjetër moment i shumë pritur edhe i mirë pritur, sepse prej disa kohësh tani më ne jemi angazhuar me shumë dëshirë, por edhe me ambicie si gjithmonë për të krijuar identitetin digjital, i cili është baza e një kapërcimi tjetër të madh dhe një projektimi në të ardhmen fal teknologjisë. Dhe faktikisht në dijenin time çfarë po demonstrohet sot do të jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Ne do të jemi një vit më parë dhe e theksoj këtë jo për të nënkuptuar apo për të afirmuar ndonjë përparësi tonën, po për të rikujtuar edhe një herë se përparësia që teknologjia i jep çdo vendi që e përqafon atë dhe që i drejtohet asaj për të kapërcyer pengesa që nganjëherë janë edhe historike, është një përparësi e jashtëzakonshme që personalisht unë e quaj një bekim i kësaj kohe. Sepse përmes teknologjisë digjitale dhe sfundmi fal inteligjencës artificiale, vendet mund të imagjinojnë të kapërcejnë epoka që përndryshe do t'i kishin të pamundura për t'u kapërcyer me shpejtësinë e progresit linear i cili parendi epokën e teknologjisë. Dhe prandaj ne besojmë shumë tek fuqia e inovacionit, prandaj i jemi përkushtuar inovacionit, duke u bërë faktikisht një vend lider në rajon për sa i përket shërbimeve publike përmes inovacionit dhe duke krijuar një bazë solide për të imagjinuar transformime në çdo sektor, fal inovacionit dhe tani më edhe fal inteligjencës artificiale. Ne tani jemi të angazhuar në një punë të përditshme për krijimin e një akseleratori shumë të fuqishëm që do të mbështes ministren tonë të krijuar nga inteligjenca artificiale, një akselerator që do të penetrojë të gjithë sektorët dhe që do të vërë në dispozicion të qeverisë zgjidhje dhe opsione për çdo sektor ku ne kemi nevojë të kapërcejmë pengesat vjetra apo ku kemi nevojë të bëjmë hapa shumë më të mëdha se deri më sot. Dhe pa dashur t'ju marko duke i prekur sektorët një nga një, dua të përqendrohem tek ky moment i sotëm, tek identiteti digjital, i cili është një instrument i domosdoshëm për të realizuar planin ton të kalimit nga paraja kesh në transaksionet digjitale. Dhe kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë,
për biznesin, dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një masë të madhe mbetet jashtë duarve të tij për shkak të informalitetit dhe për shkak të trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht fal transaksioneve digjitale, që është tatimi mbi vlerën e shtuar. Nga ana tjetër, ne besojmë shumë që përmes teknologjisë dhe inteligjencës artificiale do të mund të krijojmë kushte dhe premisa tërësisht të reja për shërbimin shëndetësor, për mundësinë e kujtdo për të pasur një vëzhgim dhe një trajtim cilësor, pavarësisht gjeografisë në të cilën ndodhet, pa diskutim për sistemin ton arsimor, po punojmë po ashtu për të digitalizuar sistemin ton të transporteve dhe me radhë, sepse thash nuk dua të ndalem në të tëra. Po për ta mbyllur, duke qenë se këtu protagonisti i ditës është Ministria e Brendshme, dua të theksoj që po ecim me hapa të shpejt lidhur me fillimin e zbatimit të projektit të madh të Smart City, projekti i cili do të na ndihmojë të digitalizojmë përmes kamerave inteligjente të gjithë sistemin e monitorimit të trafikut në qytetet tona, duke filluar nga Tirana, do na ndihmojë të kemi një pamje shumë më mbështetëse për sa i përket mbledhjes dhënave në raport me ligjshmërinë, me rendin publik, me luftën kundër kriminalitetit, dhe nga tjetër do na ndihmojë po ashtu që të kemi një pamje koreale të ecurisë jetës përditshme në shkolla, ku fal këtij programi, fal këtij projekti, do të rritet në mënyrë eksponenciale siguria dhe do të rritet në mënyrë eksponenciale edhe mundësia e prindërve për të ndjekur të gjithë vijën e sjelljes së fëmijëve në shkollë, jo thjesht në aspektin e momenteve kritike, por në tërësinë e vet, gjë që do të ndikojë jashtëmase në frekuentimin e shkollës, gjë që do të ndikojë jashtëmase në uljen e fenomenit shqetësues të bullizmit dhe patjetër do të ndikojë jashtëmase edhe në aspektin e angazhimit të vetë mësuesve. Besoj shumë që me këto projekte dhe me programin e identitetit digital, i cili është shumë më kompleks se sa duket në këtë paraqitje kuptim plot që na u bë, ne do të jemi në gjendje që ta çojmë Shqipërinë 2030 në një nivel krejt tjetër nga ky sotmi, dhe do të jemi në gjendje që ta fuqizojmë në mënyrë gati të paimagjinueshme qytetarin, që t'ja lehtësojmë në mënyrë të paimagjinueshme sot jetën e tij të përditshme dhe t'i bëjmë të mundura me shumë më pak konsum kohe, energjie dhe me shumë më pak stres, ndër veprime që përndryshe kanë nevojë për më tepër energji, kanë nevojë
për më tepër kohë dhe që sjelli me vete edhe stresin përkatës. Duhet falenderoj ekipin e Identitekut, drejtuesen e Identitekut, duhet falenderoj edhe të gjithë partnerët e Identitekut që janë këtu sot të pranishëm, edhe prania e tyre do me thënë se është shenjë inkurajuese partneriteti po edhe respekti për këtë institucion të ri, i cili po provon dita ditës se si një kompani publike mund të zërë vendin një kompanie private e cila deri dje bënte shërbimin e publikut me karta identiteti dhe t'ja zërë vendin duke qenë më e lirë në çmim, më eficiente në cilësinë e shërbimit dhe mbi të gjitha shumë më inovative në shërbim të publikut edhe në shërbim të nesërmes të vendit. Kështu që të gjitha ata që janë këtu të pranishëm nga ekipi i Identitekut dua t'i përshëndes poshaqërisë dhe përmes tyre dhe gjithë pjesën tjetër që nuk është këtu e pranishme. Duhet t'ju them që ne kemi një besim të madh tek potenciali i kësaj kompanie dhe kemi një ambicje të madhe për këtë kompani, ashtu si kundër edhe për një kompani tjetër që sapo e kemi krijuar në bashkëpunim me partner shumë diligjent ndërkombëtar, kompaninë publike Alp 3, që do të na ndihmojë të bëjmë gjurmëshmërinë në kohë reale të gjitha produkteve, të rrisim në mënyrë të paimagjinueshme deri më sot kontrollin dhe sigurinë e produkteve, të ulim në mënyrë shumë domethënëse edhe në këtë aspekt informalitetin dhe të gjitha ato pasoja që ky fundit sjell në cilësinë e jetës, por edhe në vetë shëndetin e njerëzve. Kështu që me këto dy kompani publike jemi vërtet shumë besimplot se do të sjellim ndryshime domethënëse në shoqërinë tonë dhe do të modernizojmë në mënyrë domethënëse mënyrën e funksionimit të kësaj shoqërie. Shumë faleminderit gjithë edhe një herë. Shumë faleminderit, zoti kryeministër.